E ta shumë dish gruja mora një fe Shqipnis që 10 vjetë nuk më lonë me hijen shpi. Une tash më ka qitë edhe për shpija atje, edhe zgudzoj me shkua edhe 100-200 metra. Ajo është në shpi teme. A tu kujdes dikush për ty tash? Kërkush. Vetë? Fika vetën që 10 vjetë, vesh me zotë, faqate. Që tash jo mas shtiri. Pse je mas shtiri që tash? Qa po të mungon tash? Tasha, mos vetis. E qa është të mungu tash? A je në pension, a je të pushu? Pension, ja. Inxhinieri në koni kimis teknologjisë. Kom punu 10 vjetën në Mitrovic. Masa në atjes jo munuën sikur gjithë shqiptarët me përparue. Sa ki mujt me jadal? Ka mujt, atje ka mujt shumë mirë. Zoti me ka pazun dionin në proces teknologjik, si edhe mašinerin. E tash të të mungu kjo ko? E tash më dish gruja mora një fe Shqipnis, e tash për mojnë policia që 10 vjetë nuk më lonë me hijen shpi. E pse? E konë moti një, asë e shmende i shkonë, policia u lidh me policie me dreq, e tash për mojnë ata, une tash më ka qitë edhe për shpija atje 50 moti një, edhe zgudzoj me shkua edhe 100-200 metra që mundësh me lexua këto ase që shpemon. Ata ka marrë pasunin ose qatë ka Jo, po s'pomdon policia mu afrua 200 metra, 300 që ku i ki edhe vendime. E që me thonë ajo ko kanë polici? Ajo është në shpi teme, 50 ori, e kanë uzurpue, së mlunë policia më ju afrua as 300 metra shpis. E tash ku përrenti? Une banesën e kom pej se prej Mitrovicës u munun dhe sërmishti, une si lash atje, u kopa me ta dhe elshova dokumentat, erdhe në më pranuën Kishnit, 16 vjetëve këto, atje shtin me shkru këto procesin Shqip, i shtin atëre, edhe së muna ma preshën aty, elshova kategorisht në të shpia, erdhe në murën Kishnis, ka 16 vjetë këtu, edhe këtu shtina i shuditar Shqipe me përparue. E sa i kira pishman që e more grun e dytë? E mora që qishtu a i shkon edhe të shpia e qmeni, epilepsin. E se ki ditë? Ti nuk e ki ditë që ajo? Nuk e kom ditë, jo. Edhe 2005 e mora, 2006 e qova në spital me skanere dhe me pulla në krye e qitën që nuk ko mirë. Gjithë të iro klekja dhe në epilepsia. 2008 e qoj 20 ditë shtrehet edhe atje i bje epilepsia që ashtu. 2 muje gjysë, 2 ore gjysë vdekje klinike, edhe është e moj djallin e re, djallin e ma E djalli i kujt është? Djallin e boli me mua 2009. E apo e sheti djallin? Hes po me epin gjykata, 6 gjykata, po me jepin vendimin edhe 2 dit me majtë qëtu në dile, e tonën nuk ma jepin. Nuk ta jepin as vikend me po djallin? As vikend me po djallin me 6 gjykata që kanë dhënë vendime me e pora 2-3. Po për dirisa po e thu që ajo nuk është mirë me mendje, pse ja kalon djallin? O, djallin të rreq ato me modhja. E të na onte. E morën një herë erë për atjetra, po shkoj unë s'moj mërnue, se ja pa ta morë djallë që rënëshëm që ati, po 2 metra kishe... E shishe pa ka shumë djallë. Në shpe e shishe atë. Po, e shishe. Edhe kjo, kur ja nisi me hongër buk, 2 vjetë e gjysë atë, ja nisi me re, ty njët me shtag me hongër buk, mo bërse kë djallë... Tu e detyru me zarë me hongër buk? Po me zarë me hongër buk, ja prish edhe luktën. Atë edhe jo të skërroj ati ka,
e qojnë spital, jolla si kishtë skroja pat, thashë mua. Jo, dy aty kom me vendime, me fotografie të i quë Badehovas, me aty që sot datit, që 10 vjetë une në shpe, nuk muj me hi. Nuk mundesh me hi. O zëtë madhë. Që shtë krejt, veç shkon polici, thotë o më ka reje, më ka bojë, më si ishë ata gjykatës e deno me vlerëta penale, mos vetë ka që sot edhe sot. A e ki kalzu ti në polici me thonë po e rej djallin, po e djallin? Po që ata s'po më dojnë hish me nije. Hiç s'po dojnë. Hiç Badehova, o lirë me ta, po kalon ta ndreqë. Na turojmë ty fat, edhe inshallah mërzat e shet djalin e bashkohesh pak të me pa vikendit me ta. Po s'po muj me hiç, s'po muj. Atë ka marrë marrë për ta? E s'po di që më ka marrë marrë. Kur o konë 4 vjeç, ka thonë, babi, tha maj mirë i babi jetë, a vëdhelo në botë. Ta në shumë e thërsha jo, unë e kam djallin më të mirin, e kena që qash mirë omel të pështue, se ja pa ta mora, atëhere thash lema djallin mu, unë e ushej, unë e këqyri, ti shko ka dusha, e hajde në shpe, e pa ta mojt një 3 vjetë, kur dikur në më qiti edhe për shpia, e tani që tash e ajo rrën shpia. A ka kësi njerës hala që bu... E që qështë. A ki diçka me i thonë djallit tënë se nëse e shekit intervjist pakten me thonë po du me e pa babin? Po s'pa kom, kujna me thonë, kujna. Po me i thonë diçka një intervjist, a i nashta të shetë që to? Po që bohet ashtë dikush me konë që të shohën vizita që e kom pas që ma kanë lënë gjykatat me pa djallin edhe 2 dit me nej, djallit ka 2 net me nej, 17 edhe nuk ma jepin, janë lirë në një vete. Na keme u munu me botë pakten diçka, me gjetë kush është ajo, ose çka bën ajo, edhe të pakten me gjetë se sot të talon djallin me e po, edhe qashtu qësh po thu ti? Po qashtu krejt komet të thonë, qështu po thëmë ty. Jo që muni diçka, unë jo jepi edhe emnin që tash, edhe telefonin për jo jepi. Ahmet Gërgjaliu, jetojnë në Davanis, shtu Anton Harote, SU2, 3/4, Vanesa numër 9. Na kemi unu sa të mundë me bo për këtë E vëlla që shtu është vendimet i kom... I ki krejt letrat, krejt dokumentat i ki në regull? Krejt i kom një sobë dokumentat të ushtyje me... A o të kujdes dikush për ty tash? Kërkush. Vetë? Fika vetën që 10 vjetë. Veç me Zotin? Veç me Zotin, po qartë e po. O, veç e pa që shnetën ti. A ki naj tafërm, që të pakten me ta qitë krajin pak? Naj vla, ose naj motër? Une jam i vushtërës, e të kalzova që atje, asë isha ma preshenu, më në shumë ishtije sërë, me hudiz venat shqiptarët, asë shpall, 8 vete kishin pas shpall, mi morë po kur farë dokumenti, edhe në thrasin isha në komision për pranime, që të jam konë që ato farume, se ko që shumë shkajke, u dusha me punu, asë se i kun pas marë, kur e kam pas marë projektin me boa acidin sulfurik reportin edhe plenat artificial, 30 punëtor, i kun pasën zorë shabacit, 9 muj atje, i kun pregadit, edhe në celin, 2 muj dite, ashtu që i o munu që atë, se po, kom këqyrë, sa ma shumë e përparuhe, shqiptarhone, kom koqitë, se s'kom... Si në asë njëherë, na të falenderojmë shumë,